dërzu karë. Pse e thamë, nuk e kum pas të pine koq të shtruta dhe që e kum pas në fond një puqet me lule, po vështërsitë e jetës din me të rëzu nga njerë dhe si më rëzu karë as njerë. Qa po du me nda për juve dhe për publikon, unë në moshën shumë të reja mbet me 2 krydistari, du më thonë edhe nana dhe babë për djallin. Në qëfar moshe, më falë të ndërprej, në qëfar moshe e bunon? E ju mba 23 vjeqe. 23 vjeqe. Që shka qenë jeta për ty në qatë? Kër unë ju mbo nanë, më ndoj që ju më konë nana me e lumë të rambot, blindi karë për një dashurjes, që është zahonisht madhe, gjithë shka ka qenë në regull, po ja që fati nuk e deshti edhe me vazhdu kur i bo një blindi 7 vjetë. Tutje, në moshëm 7 vjetë që kur blindi u dasht me pas fuqishëm dashurinë, të dy prindve blindi me i ti veç me no, në anën e qka mund ka dasht marrë 2 rolet njëjtën ko. Kër u dasht blindit mi dho shkollimin, edukimin, si është klasa parë, si du të mësohet, me pas një kujdes t'jashtëzakonshëm, unë kom bejt vetëm, të më thonë, kom bejt vetëm me siguru shqimin, me siguru gjithë shka që ka i duhet një familjes, unë kom bejt vetëm me blindin, edhe kështu që për këta kisha dasht me bu film historinë e jetës tame, se nuk është që kom pas historinë e jetës. E bje kjo që as nuk e ke shijuar fort fëmirin e blindit edhe nuk e fort kujtimet mira, tem kështu prej asaj periude? Nuk kam, po ju mundu mirujt për vete, as njerë pa dash me shfaq në anën negative të blindit, mes me pa blindit që nuk i rujun ato, edhe mes me pa djali që nana pas ka përjetu diçka. Unë jë mundu me mbajt atë anë nana e fort para tina, as njerë të mos dash të mu dërzu. Gjatë periudës që kom bet, unë vetë nanë, vetë babë, i kom pas vështësit e jetës në edukimin e blindit, shkollimin, gjona të ushqimore, tutje mos mi mungu djallit, gjithë shka, po tjetra që më dol edhe një fmi jashtëzakonisht, një artist mi jashtëzakonshëm. Ta po është një fmi talentën shpe. Te kish vetëm një pagë mujore, si do mja dol. Ty po të rritet një talent, qësh do mja shu talentin, kurse te ki vesh një pagë. Do më thonë, dashte, nuk dashte, ti e dasht me i bo 2 puna për me arrit qëllimin edhe andrën e fëmijës tonë. Kjo është që kum sakrifiku shumë për tonë. Vazhdoj me bo, kështu që unë i thëmë Zotit faleminderit fillimisht që më ka dhënë Zoti shëndetin fizik edhe ato mendor, se na pak flasin për shëndetin mendor, edhe i thëmë Zotit faleminderit që kam blindin edhe ja kemi dalë deri këtu. Po që kemi pas vështërsi tjetës gjatë gjithë kohës, gjithmonë. Po, kështu që zbashku me blindin, unë i thëmë, unë jëmë rrit me ty, ti rrit me mu, dorë për dorë, dhe kemi dalë deri këto. Se ja ku jeni sot, krahu më i fort për njëri tjetrin, edhe dora që nuk e lëshon kur njëri tjetrin. Valet e pa dasht hy në detaje personale, të cilat ti e vlerëson sa do në me nda, apo jo, qka qoj deri në këtë pikë, pra qka s'po funksionante për të marrë këtë vendim të vështirë në rritjen edhe përgjithsin për qenë anëve të ushqyse? Blona, me thonë se cili e mbulon vetën, fa i mbetet jetim. Po në këtë rast nuk mbetet as pak jetim, konkret, pala tjetër, thjesht nuk ka dasht. Ndaj jëne, thjesht nuk ka dasht, edhe pse i kum dhonë hapësirë, ta provojmë për hatër djallit, mos ti zmadhojmë gjanat pa arsye, e kum pa që është e kotë. Hajde edhe një herë, edhe një mundësi për hatër djallit, djalli për rritët, mund të mu regullu gjithë shka këj kalojnë, e kum pa që s'po funksionon, edhe në 2014, në veç ka marrë fund gjithë shka, edhe tutje kum vendosë, që t'jem nana blindit, baba i blindit, gjithë shka që t'ka dash blindi me mpa mu edhe kum arritat qëllim. Se nuk jam vetëm nan për blindi, nëse edhe vetëm baba, po jam aq shak me ta, aq jam me lidhne me djallin, sa shumë në rastet rrallë ta muj me marrë rolin e prindit, se
90% bëhna shoqja atina që me kon Blendi lidhën mu, edhe kështu që dallona që kena një lidhje të veçantë me djalin. Edhe mirë që e keni, mirë që vazhdoni të jeni edhe shok për pas raportit në birë me njëni tjetrin. Ama vlen shumë të përmendet që për pas sakrificës tonë si nanë për me ndjek, mas pari për me eduku edhe me rritë djalin edhe me ndihmu, me ndjek andrat e veta, në njëjtën kohë ti po ashtu në një moshë të re. Sa kishe harruar, po them veten, edhe kujdesin ndaj vetës, edhe në aspektin psikologjik, edhe fizik, duke ju përkushtuar 100% rritje së Blendit? Kjo Blon, ju 100% po ka erë, thamë mendaj që akoma edhe sot e kësaj dite, edhe pësë është rrit djali edhe nështë ka nevoj për mu, po jo dhe aqë, edhe gjithmonë i thëmë vetës nuk i askon halo. Edhe nga njëherë besam pa dasht, me zhjena në kjo foto kur e pash. Pa të përgjith në pytje këtë du me dalë me sharu pak, kjo është uthja me veçan që ma ka do për ditë lindje. Ma ka bo nana këta e ki dhurat edhe e vlerësej shumë. Sa e shok këtë foto më emocionant se është një fmi shumë... Emocioni bukur. Shumë i kujdesshëm është. Pra ndaj Blon e harroj vetën para Blendit. Pësë është një fmi shumë i marë. Kur i shot gjonat që i servoj për Blendin edhe qka mundë me bo për Blendin, gjdo nanë bën, gjdo nanë, nuk du me përjashtu asë një nanë tjetër jo vetë vetën. Po që Blendi ka qenë pika im me doptë dhe asë njerë nuk e këmë logarit vetën, po kur onalë qa me po vetën që preca dhe ti duhesh Blendit, në qovë se e lodhash emocionalisht, fizikisht, psikisht, atëre Blendit e hargjume nuk i duhesh asë një gjo. E tutje kom provu edhe pak mu marrë me vetën për me qenë një nane fort, e kujdeshme për me arrit Blendi. Prandaj edhe Blendi është bërë kaq i fort, ha? Sa ka qenë, ose në cilat fazat rritjes së ti ka qenë